أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفلندرojmë për t'i falë dhe ndihmë kërkojmë. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb ndërsa ata që lënë të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes tij të pasur, shokëve tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përfishmëri. Më në rjonin në radhë partë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqeshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Do të vazhdojmë inshallah taala sonte me librin Smundja dhe Ilaçi, që autori i këtij libri është Ibn al-Qayyim rahimahullah. Kem arrit tek tema që Ibn al-Qayyim e trajton në këtë libër është disa sekrete të duas. Disa sekrete të duas. Thot Ibn al-Qayyim rahimahullah, ka shumë raste kur njerëzit i janë lutur Zotit tëre dhe duaja është përmbushur. Tash Ibn al-Qayyim këtu na fol për një keqkuptim të disave që kanë keqkuptu apo kanë mendu që duaja ndërlidhet me shprehje të fjalëve, me fjalë të caktuara. Që ata dhe na janë dëshmitar sot në kohën tonë, në rrjetet sociale shumë herë thot, nëse thush këtë lutje kështu kaq herë ki këta e ki ata e thot e ka provu filoni, e ka provu fisteki, e kjo s'ka të bëj kur gjë me realitetin e duas. Se na e kena përmend, nëse kujtohet në dersin e kaluar, kem kallëzu kushtet e duas. Jam përmend kushtet e duas që duhet mu plotsu, pa u plotsu ato kushte duaja nuk pranohet. Edhe Ibn Qayyim tash fillon me na tregu raste, ilustrime do të thot reale, çysh i kanë keqkuptu këto gjëra. Thot kjo përmbushje, do të thot pranimi i duas, ka ardhur si rezultat i përkushtimit që ky person e ka pasur ndaj Allahut subhanahu wa taala, apo të mirave që i ka bëu ky, e Allahu subhanahu wa taala e shpërblen kët me pranim të lutjes si shkak që thash, të mira që i ka bëu apo që i ka bëu mirë njerëzve, si shkak i asaj, thot Allahu subhanahu wa taala i ja pranon lutjen këtij. Thot e disa kanë mendu që pranimi i lutjes ti person ka ardhur si shkak i elfadhëve, ato fjalëve që ky i ka përdor. Kjo do t'i ngjason sikurse një person i cili thot i ka marrë ilaçet, që çfarë ilustrimit logjik e prun Ibn al-Qayyim rahmetullah alayh, thot sikurse shembulli i një personit i cili është smut. Edhe doktori ka caktuar ilaçet. Edhe ky i merr ilaçet në kohën e duhur. Në kohën e duhur. I merr në kohë. I merr do të thotë ju ka caktuar për shembull, ka thonë doktori që ilaç duhet me pi 3 herë ditë, ky 3 herë në ditë, i rrin kohë krejt. Disa çka mendojnë se ilaçi e shëroi. A se ka shëruar ilaçi? Kush e shëruesi? Allahu subhanahu wa taala. Sot e disa kanë menduar se çka ai ilaçi e ka shëruar. Kështu thotë është halli sikurse me ato i cili është lut me fjalë caktuame, edhe ata mendojnë se përdorimi i atyre fjalëve që ky ka përdorur Allahu ja ka. Jo. Po është gjendja e personit që ka qenë e nevojshme Allahu ju përgjigj atij si shkak i bindjes ndaj Allahu subhanahu wa taala. Ata ka ardhur në hadithe të dashurit e mi, për Allahu mu të përgjigj ty në shtërsi për shembull kur je. Mu të përgjigj Allahu çka duhet me plotsu kriterin, me njoft Zotin ton në çka? Në rahati, ta'arraf ala Allahi fi ar-raha ya'rifuka fi shidda. Një Zotin ton kur je në rahatllok. Wallahi ka me të njoft Allah kur jenë vështërsi. Apo thot disa tjerë, për ilustrim thot themi se mund të ndodhë që duaja e bërë nga një person afër varrit. E këpasa njeri ka devijun këtë çështje. Tha me shku te filan vari, filan personit duaja pranot. Dhe që ata sot në botën islame hadith wala haraj, fal sa dush,
ka plot për fatkesh tyrbe lloj-llojshme. Bilem kanë shku, kanë bo tyrbe, ndoshta ju kanë bo me të pa drejtë edhe aty në njerëzve që kanë thirrë kundër aty në tyrbeve. Ata nuk kanë bo thirrje, po kanë qenë njerëz të mirë, kanë qenë musliman të mirë, devotshëm. Ka shku një pyetën, e ka bo një lutje aty, o shpërhape, kanë vallat e vorri filonit me bo doja pranohet. A mundet me ndodh kjo? Mundet me ndodh kjo. Mundet me ndodh kjo, ama është gjehel i madh, është ignoranca e madhe me mendu se te filan vari, që shtat Ibn al-Qayyim, që pe lexoj tekstualisht krejt me kuptu çka thotë. Çfarë thotë? Për ilustrim themi se mund të ndodhë që duaja e bën nga një person afër varit, të dikuj të korrespondoj me nevojën e tij, do të thotë ka nevojë personi të më përgjigjë në lutje. Në këtë mënyrë duaja i pranohet. Prandaj një njeri ignorant mund të mendoj se sekreti qëndron te vari, do thotë nuk ka pranimi i duas, nevoja e tij që ka pas këmi u pranu duaja, duke mos ditur se ky sekret qëndron te nevoja dhe te sinqeriteti i shprehur ndaj Allahut. Do thotë lutsi, ai që lut e ka bindjen e madhe në Allahun, apo thon. E ka bindjen e madhe në Allahun, sinqeritetin e madh në Allahut, ai Allahu po i lutet. Nëse kjo dua do të bëhej thot në një xhami prej xhamive të Allahut subhanahu wa taala, për shtëpive të Allahut, shpërblimi apo kjo vepër ishte edhe shumë më e dashur te Allahu subhanahu wa taala. Do thotë piksoj pjesës parë e kuptuam se nuk qenë ka do të thot sekreti i lutjes tek fjalët, po qenë ka tek kush sekreti? Tek shkaqet tjera duas që kem përmend, plotësimi i kushteve të duas, sikur se ka qenë dersi i kalum çka këmbgulja në dua. Këmbgulja në dua një pej shkaqeve që Allahu e pranon lutjen. Pastaj duaja është sikur se arma, thotë Ibn al-Qayyim. Thotë duaja është si arma. Duat dhe fjalë të mbrojtëse e luajnë rolin e armës dhe varet tash arma nga përdoruesi i saj. Që tash si Ibn al-Qayyim dashurit e mi, wallahi billahi ulemat kur i kanë thonë sa tabibul qalb, si kanë thonë kat. Ibn al-Qayyim kur ti shkoklon sendet i hin që thojmë na, i hin thellit i hin avdon. Nuk ka jap përgjigje, ka mujt që tem na çka pe trajtojmë me 5-6 fjalë me kry. Ja, po ka dash me shkoklu mirë për me largu krejt dyshimet, se këtu ka shumë dyshime ndër njerëzve. Ki pa disa ajnioni thotë, sa unë po lut, na pas s'pan pranohet. Po ti po s'po pranohet, se duhet me këshyr, pse s'po pranohet? Çka janë shkaqet e mos pranimit? Wallahi më ka telefonu para do ditëve një vëlla, tha u kfuta hoç të vodo. Krejt sa po i bëj, po tha s'pan pranohet. Po çona në pjesën e tretë natës, krejt sa po s'po bën. Tha shqiput me gjunohe. Tha po, qysh i ki pun tash me gjunohe. A di që gjunohet, krejt, ti mundesh mu qunë pjesën e tretë natës, dhe mësë më të pranë lutja. Thash mundesh me pas një gjuna që pi bën diku i gjuna, që ajo bot penges të alem duan më pranu. Po më tha Allah i tha hoqë, pasha zotën, tha, nuk i ka pash punë minë qëtë pjesë. Parmisej e thash e tani i bojmë muhabet. Edhe kime e po, ka me të arë. Se këto e në këtë jo në përmend, që ka na i kena përmend nëse kujtojt të ndërset e kalume. Do thotë, në rastin, sot Ibn al-Qayyimi, në rastin e një arme, po të meta, do thotë arma është, tamam, s'ka të meta në to. Kur stimuli është i fort, dhe pengesa nuk ekziston, godita të armiku çka është fatal. Ndëse njëna për këtyne trijave mungon, e përkthej këtë që e ka thonë Ibn al-Qayyim më shumë, e për dikush arbet. Dënë me gjujt, po s'din me gjujt në shajt, i gjujt sa dush me ta, po shumë. Ama nëse e merë dikush armen që din me e përdor, o shejtari mirë, a vret as vret? Vret? Ajo arma a vret, po nëse e merë armen një fmi pezojmë, edhe gjunë me ta, mundet me e vrat i kanë lërë kur e ka s'din me mbajt në shaj, apo me qitë në shaj. A nëse një person e merë armen, edhe ai din me gjujtë në shajt, do të tëtë, ai godet. Këtu pse ndërlidh, këto këtë shembu i prunë Ibn me ka du se duaja në bimenziletit e silah, është në pozitën e, qka? Pozitën e armës, ama duan duhet me ditë me shudzu. Duhet me aplotësu klushet e duas. Pejgamberi s.a.s. në ka të rëgu për një njeri i cili thot i ka ngrit dur nga qeli. Ngritja e durve nga qeli, a është shkak mu pranu lutja? Po. Mi lutë Allahut
Shkaku i dytë, po këti çka i ka mungu, thot, i ka ngrit durt ka qelli, po i lutet Allahut, po thot ja Rab, që shkak tjetër. Pejgamberi sa ka thonë, nëse një njeri 3 herë thot ja Rab, ja Rab, ja Rab, Allah i përgjigjet lutjes tij. Me thot, o Zot, o Zot, o Zot, am këta, Allah i përgjigjet lutjes. Po tash dikush thot, po në jo 3 herë, po në 500 herë, po thon, po lutjes po më përgjigjet. Duhet m'ja kthyer shkaqe, se vetë ka kallzu pejgamberi sa shkaqet këtë hadith. Çka ka thonë? Fa ayna yustajabu la, çish më përgjigj thot Allahu lutjes ti kur ushqimin e ka haram, melbesuhu haram, teshat i ka haram. Fa ayna yustajabu la, çish më përgjigj Allahu këtij? Ti mundesh me lut Allah subhanahu wa taala, ama nëse nuk ushqehesh me halal, shumë probleme të parë lutja jote. Sipas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka kesh kuptime tjera që kanë ardhur mes duas dhe kaderit. Tashtu ka mendime Ibn Qayyimi e stërzgjat këtë temën e po mundona me e përmbledh shpejt. Ibn Qayyimi don me tregu se këtu ka për shembull mes kaderive që shnihen, çfarë thonë ata kaderit? Thonë s'ka nevojë me budo. Se ata që e ka caktuar Allah subhanahu wa taala, ajo ndodh. Ibn Qayyimi ju bën replikë këtu me një replikë shumë të mëshme, thotë. Ju thot jeni kontraditor në mendimin e juj. Mbasi po thuni që s'ka nevojë me bëu dua, s'ka nevojë domethënë me lyp, pse ajo që e ka caktuar Allahu ajo vjen vet, natyrshëm vjen. Atëra thot ju jeni nuk jeni të sinqertë në këtë pretendimin e juj. Pse? Thot se Allahu subhanahu wa taala se cilë zgjën dunjoja kalon çka? Shkakun. Si për shembull thot. Atëra ju Allahu e ka caktuar që ju më ungop. E pse po hani thotë ushim pra? Mos hani. Se caktimi është caktu. Allahu ka caktuar për ju se nuk keni më ungop. Pse po hani ju? Se ngrënia është shkak për ngopje. Pija është shkak për me largu etjen. Pastaj përmend shembull thotë shkaku i tjetër thotë për me ardh thotë Allahu me furnizu robin me evlat në dunja, çka është marrëdhënia intime mes burrit edhe grusot. Nëse Allah e pas ka caktu me artin dunja, pse baba jote dhe nana jote kanë bërë marrëdhënia thon. Se marrëdhënia është shkak për ardhin e. Domthonë Ibn Qayyimi tashtu don me i godit këta se duhet patjetër me marr shkakun, edhe shkaku është i rëndësishëm. Shkaku është i rëndësishëm dashurit e mi. Se këtu kanë ardhur me plot mendime, domthonë kanë ardhur me mendime domethënë sa që disa aq larg kanë shku, kanë thonë Allahu domethënë Allahu subhanahu wa taala neve nuk na dënon. Allahu neve nuk na dënon, se është bujaria e tij e madhe. Këta kanë bën një gabim të madh ky grup i këtyre njerëzve, se këta janë mbështet vetëm se në çka? Në shpresë. Besimtari si duhet me konë? Kush din me më të regu? Besimtari i vërtet, apo rruga e vërtet në këtë çështje, çish duhet me konë? Ha? Mes frikës edhe shpresës. A mjafton veç friga dhe shpresa? Kalon diçka vëlla mungi. Ka dhe diçka. Sinceriteti, dashuria, jo më pos. Në u lidhë. Ibn Qayyim i dashurit e mi për jep përgjigjen e ti që unë besoj që në qëtë gjami mëjmë me thonë me plot goj për 10 herë mas pakti. Do shta dhe ma shumë se 10 herë. E ko rëmen shembullin, ka thonë shembulli besimtarit që ka marrë shembullin Ibn Qayyimi, ka thonë është kusë shembullin një shpendi. Trupi i ti është ka? Tawakkulin Allahun, mbështetjen e Allahun. Dy krahërorit e ti janë shpresa dhe friga. Nëse ndonjëri pej krahëve, çka? Është i plagosur, a mundet me fluturu shpendi? Jo. Thot edhe kështu shkurja te Allahu subhanahu wa taala, nëse i mungon robit tawakkulin Allahun, i mungon shpresa dhe friga, ai s'mundet me mbrit Allahu subhanahu wa taala. Sa bukur, çfarë ilustrimi të bukur, shembull të këorta, praktik që na e shohim me sytë tonë, merresh tash tani pezojmë me marr një plumb. Merre plumbit edhe
lëndaja njënin pikrave, a mundet me fluturu plumbi? S'mundet. Pse se i mungon diçka që e kompleton fluturimin. Kështu është edhe rrugtimi drejt Allahut, dashurit e mi. Na shpeshherë dojmë me bë rrugtim te Allahu, po na mungojnë komponentet plotësuese që na bojnë me ikte Allahu subhanahu wa taala. Selefit dashurit e mi, janë kanë shumë të kujdesshëm këto punë. Shumë i kanë kthyer me precizitet këto punë. Para ata dhe Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayh na i bën këto ilustrime dhe na tregon pse se Allahu subhanahu wa taala dashurit e mi, për shembull e përmendim Ibn al-Qayyim i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar se Allahu zemrohet për neve kur na nuk i lutemi atij. Allahu thot wa idha sa'alaka ibadi fa inni qaribun ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Kur robët e mi kërkojnë prej meje, lypin prej meje, unë jam afër tyre, i përgjigj në lutjeve të tyre. Allahu po na ka thënë se lutjes i përgjigj, po lutjes duhet më ia plotësu çka? Kriteret duhet më ia plotësu kushtet dashurit e mi. Pastaj çish ata të Qayyimi, personi që i drejtohet Allahut për ndihmë, lyp ndihmë prej Allahut, duhet me i pas dy çështje parasysh. E para thot të njohullsisht shkaqet e të mirës dhe të keqes. Duhet me ditë hollësisht. Po lyp pe Allahu diçka, po do me lyp ndim, ama ti duhet me ditë shkaqet e kësaj, ai duhet me ditë këto. Se këto dyja thot, ai duhet të di për gjërat që shikon në këtë botë dhe për atë që e ka provuar nga vetja dhe gjërat që janë për te kësaj bote. Në këtë rast, burimi më i dobishëm që i bën dobi robit është Kurani, se Kurani është i stërmbushëm. Kurani është i stërmbushëm. Po më duket tash kur janë nisin telefonat që shtu më lëshu zonat dhe me kohë se më pakon koncentrim më i mirë se ka dikush telefonin në dorë dhe s'qyt to. Kështu që nëse jeni mërzit kallzoni, unë e ndali derisa na voton edhe i kthehemi telefonat bashkarisht. Allahu në xhenet ju qoftë. Në këtë rast domethënë burimi më i dobishëm është Kurani, libri i Allahut. Në të përmenden hollësisht shkaqet e së mirës dhe të keqes. Më pas vjen suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është ka vllai i Kuranit. Vllai i Kuranit është. Aty këto janë dy burime që na mjaftojnë për gjitha çështjet, qofshin dynja, qofshin ahiret. Kjo e para. E dyta, iluzionet në dua, që kjo shumë më rëndësi, kisha pas që pak koncentrim më të madh. Disa i gabojnë shkaqet në dua. Iluzione, ai ka iluzione në dua. Për shembull, me shembull më kuptu kjo çka po do më thon. Një e tepron me gjunahe, bën gjunahe non stop. Ama i kanë dëgjuar disa tekste pi Kuranit edhe për sunetit, edhe ai thot unë gjunahe po, ala unë them astaghfirullah wa atubu ilay dhe kryet, çka ka përmendur Ibn Qayyimi. A mjafton kjo për më fal gjunahet e tia? Jo, s'mjafton. Nuk mjafton. Po, mjafton me thonë astaghfirullah wa atubu ilay kur plotson kriteret e pendimit. Me ndikeqardhje, pse ka bu gjunahin, mos me përsërit gjunahën, e pastaj me thonë astaghfirullah wa atubu ilay mu pendu te Allahu subhanahu wa taala. Kur këto plotsohen, e ka efektin. Ai tjetri thot, kush thot për shembull 100 herë subhanallahi wa bihamdihi, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që thot brenda ditës 100 herë subhanallahi wa bihamdihi, çush ka on hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot nëse mëkatet e tij janë sa shku me ditit, i falen ati. Ama nuk ka kjo vetë sub. Ai po, sub. Nuk ka vetë unë. Ka njerë e këpa disa kur e bojnë dhikrin, pasha Allah galerë që ditur, te eshe vetë bre vetë, të e po. Për 1 minutë të dhikrin e vegjezit, a eshte gjep, tëk. Pse se veç i ka bo elfadh. A i veç të subhanallah, bihamdi subhanallah, me ti ka dugojnë, e kom qelë. E kum la kërën, e se kum la kërën, e thira ta, se thira këta, a vjen kjo, as vjen. Që ta Shekh Shënkiti, hafidh Allah, e ka një ders të madhe, ka për të debër, me i meditu, dhe të duat, me i ndje. Që du të me i thonë duat, pe përmendi shembullin praktik, të kuj, që e kem përmend disa shembullin e kuj Junusit a.s.
Kur ka thonë la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Çush e ka thonë? Yunus alayhis salam, e ka thonë me fjalë goja apo? So kon një gjendje shumë të vështirë, çfarë gjendje? Në barkun e balenës, në errësirën e barkut të balenës, në errësirën e detit, se balenat e tinin në fund detit të rinë atje. Fanada, thiri tha, me plot. Me çka ka thirr? Me plot zemër, me plot ndjenjë, me plot përullsi, me plot frikë, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Dha e thiri Allahun te bareka. Allahu çka tha? Me lajke i thanë, ja Rab, abdun ma'ruf, Rabbi, sautun ma'ruf, zo i njafshem. Rabbi njafshem, po s'po dim ku është, na trego ku ta shpëtojmë. Qa thot Allahu subhanahu wa ta'ala për Yunusin alayhis salam? Sikur se thot mos ishte pi musabbihin wala labitha fi batnihi ila yawm yub'athun, kish me mbetën barkun e balenës deri në ditën e ringjalljes. Ama tasbihi kur bëhet me ndje ato me meditim. Që ata sot ishe për fat ke shumë muslimanë apo ai vao dhikrin kur e bëjmë namaz namazit apo i ka pa i zotnia të spet dan o ka gjun me pluma me çka tak tak dhe po kontrolloj ato kokra çka sot ai tjetri me gishta se mos mendon dikush që kena këta me të spet jo ky tjetri me gishta ti le vrit gishta o ka dal Abdullah o Rabbi Allahut nuk bëhet të spet Allahu shumë fa sup çka kjo sup kur thush subhanallah me ndin zamër jetë e bo të zbih Allahun subhanahu. Kush është Allahun? Është ai që ndëgjon çdo gjë. Është ai që sheh çdo gjë. Është ai që posedon çdo gjë. Është ai që kontrollon çdo gjë. Wallahi kur i mbledh krejt që to robin zemrën e tij. Pasha Allahun afton e ndjen dhikrin dhe lutjen që pia bën se dhikri është lutje që u t'i apo Allahut subhanahu wa ta'ala. Tha ai tjetri Ibn Qayyim e përmend tha kur qërtohen këta do të thotë që keni lënë mangu e keni tepruar me katot. Unë e kam dëgjuar thot një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot një njeri bëri një mëkat e pastaj tha o Zot unë bona mëkat. Prandaj më fal. Hadithi i njohur. Allahu çka thot? Allahu çka thot? Robi jam e diti se ka një Zot i cili fal edhe unë e falë robin. Ma është qështu veç mujarret fjalë me thonë ja, banë me katë edhe, ja. Së është kjo kështu? Kuptimi o i gabum, me i marë tekstet, qështu kanë marë grupet devijume, Ibn Qayyim edhe i përmendu, më thonë, ehlul irgjan, murgjiat, i kanë marë veç tekstet dhe të të shpresdhense, edhe i kanë lonë tekstet kërsnuse që ka jonë. Apo khawarisht, grup tjetër i devijum, i kanë marrë veç tekstet kërsnuse, gjehnem. Ja, besimtari është mes shpresës edhe frigës. I ka tekstet e shpresës edhe të frigës, edhe me këto dyjat, lundran edhe ik drejt Allahu te bareke wa ta'ala. Pastaj, Ibn Qayyim rahmetullah alej, na përmend një gjë tjetër për këtë lidhje me këta, që këta e kanë gabu, të parët me shpresë, dytët me frikë, thot mendimi i mirë për Allahut është i kërkuar për i robit. Mendimi i mirë nuk ka dyshim se mendimi i mirë sjell vepra të mira. Po Allahu subhanahu wa taala thot i ka bë veprat shkak për me hinë xhennet, vepra si vepër. Me mendu dikush se namazi ka me shti atë në xhennet, vetë namazi, ai ka bë shirk Allahu subhanahu wa taala. Shirki bën Allah te bareke ve taala. Namazi është shkak. Unë e përmenda namazin se ai vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çka ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Ka thënë askush nuk hin xhennet me veprat e tij. Ka thënë as ti ya Rasulullah, ka thënë as unë. Përveç se nëse Allahu ka thënë me mëshiron. Veprat janë shkak për me arrit të mëshira Allah subhanahu wa taala. Pastaj na Allah subhanahu wa taala nuk e adhurojmë na Allahun për xhennet. Na adhurojmë Allahun se Allahu meriton të adhurohet. Nëse dikush e adhuron Allahun për xhennet, i ka bërë shirk Allahu subhanahu wa taala. Apsher rëndësia e tauhidit, kuptimi i mirëfillti i tauhidit i drejt. Fa Ibn Qayyim rahmetullah alay, kërejt që to i trajton në çet fazë do të thotë, duke dashur na tregu se mendimi i mirë për Allahun subhanahu wa taala e ka efektin e vet kur zbatohen shkaqet. Kur zbatohen shkaqet. Për atë arsye mendimi i mirë dashurit e mi kërkohet
Kërkohet edhe këtu kisha pas pak me zgjeru, dhe jo është mendimi i mirë, se disa e kanë të zhvillu mendimin e mirë për Allah, po i mungon edhe mendimi i mirë dhe për njerëzit, du të këto me i bashkangjit. Jo çdo herë që ty do këtë diçka, një veprimi X personit, me e marti me njerë me gjyku. Që shënë konë selefi për balë kësaj, që pe përmendin një shembull. Që ka thonë një pëjtëne, ka thonë, me pa ka thonë vllaun tem, dhe gjenë, pa shalën, që kjo është shumë është e modhe. Ka thonë me pa vllaun tem, që jo ka i pikin mjekrën e ti, pikat alkoholit, kisha me thonë qka, ja pas ka gjujt alkoholin, dikush mjekrën e ti. Na qka? Allahu zda, dërta, baba kjo e tu pi Bavaria, 0. Tha, po pike filoli, po ka dole, mëre. Unë e përmendove si ilustrim, se neve na mungon mendimi i mirë për njerëzit. Mendimi i mirë, qofë për Allahun, qofë për njerëz, me njerë e ka një shkak që ka e ka veprën, që ajo vepra e qetë dhe të thotë buron prej asaj. Pastaj, Ibnul Qayyim na vjen te mëshira Allahut midis faljes së Allahut dhe urdhërit ti. Dikush tash me e mbështet krejt energjin e ti, krejt atë qka e posedon në faljen e Allahut. Qata dhe thot që qka thot? Shumë prej të paditurve janë mbështetur të mëshira, falja dhe bujaria e Allahut. Në të njëjtën kohë, ata e shpërdurojnë urdhën e ndalimit. Këtu do më thonë me bo njeri zotin arru, qa po do me la thonë Ibnul Qayyim qëtu me këtë qka e lexova para juve. Se ka njerëz, do më thonë, ata që mbështetën vetëm se në faljen e Allah subhanahu wa ta'ala, ata e bëjnë ta'til, e prishin e shkatrujnë kanë dënimin e Allahut, sikur sa jo mos me ekzistu. Jo, Allahu është fales, po është edhe ndëshkus. Qështu muslimant e mirë të partë hershëm i kanë kuptu. Omeri i madh radiallahu anhu çka ka bo? Të kurena tek dhe të të kuptimi i drejt edhe tek marrja e shkaqeve, që i ka thonë Omeri shokëve të vetë? Ka thonë, ju nuk ndihmoheni me numrin e shumë t'juj, po ju ndihmoheni për qelit. Dhe me këndima është për Allah subhanahu wa ta'ala. Që ata edhe ju e dini rasin e kuj? Khalid bin Walidit radiallahu anhu. Kër e ka shkarku Omeri, pse e ka shkarku? E ka shkarku Omerin, Khalid bin Walidin se ka dasht Khalidin, a? Jo, se njerës kanë nisë me i lidhë zemrat me Khalidin, ka thonë, ko Khalidi, aty o fitoria. E Omeri ka dasht me i kalzu se, na dhe pa Khalidin. A ka pas futuhate, shlirime në kohën e Khalidit ma shumë, që ka qenë komandant suprem i ushtrisë muslimanëve në kohën e Abu Bekrit, a në kohën e Omerit. Në së në kohë? Kohën e Omerit, përëndoria persiane, kur është rënu? Në kohën e Abu Bekrit a Omerit? Omerit! Edhe Omerit praktikisht ju ka të regu se në ndihmohem me shkaqet kër i kthemi Allah subhanahu wa ta'ala, jo me persona si kurse me Khalidin e tjetin. Po, Khalid jo komandant, nuk ka me ta dhe lavdatat e Omerit jonë të shumëta që i ka e për Khalid bin Walidin. Ama ai që dhe e bën ndimen edhe zbret ndimen është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ibnul Qayyim rahmetullahi alayhi vazhdon, po unë nuk po kam dëshirë me e vazhdu se këna ka ardhur 30 minuta me bo me i hik kësaj teme, e kisha pas qef me elon këto për herën tjetër, me ndalte mëshira Allahut. Me elon që me kuptu, qysh du të mu kuptu koncepti i fjallës mëshira Allahut, si kuptohet drejt shariatikisht. Edhe për çfarë Ibnul Qayyim e ka bon një fasëll, një kapitull, e ka quajtur mëshira e Allahut. Pse se këtu ka devijime, ka rrugë gabume që njerëzit i kanë ndjek. Elus Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, na bëj pe i robëve të tij të mirë, na bëj pe atyre që marrim rrugë të drejtë, ndjekim rrugë të drejtë, pasojmë rrugën e drejtë për me ardhur deri te e vërteta dhe mu afru te Allahu subhanahu wa ta'ala. Aty ku kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kem gabuar shpërmjet dhe shejtanit, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.